Ishte një kurs, tani është shtëpia e bardhë, dhe duke se merret me Ukrainën, së fundi me administratën Trump. Shqipërigo jonë s'pa hajër më Shqipëria, jemi pa ambasadorën. Po, tani unë jam e profesia Amerikën, dhe të risa dhja. O, përshëndetje, ke qënë qakis? Ja, ta gjemi më tra. Ishala, për shumë gjona që më ka bo, sepse ka folë mëna me avokate. Nuk du të ndërpresi asnjë. Po të thavesh vetë, fare. Jo, vetëm, nuk du të ndërpresi njëri fare. Lajt Sa ka që? Për pensionet, e morë bonusin e pensionet. Morë bonusin? Jo, se kam marrë. Si jo? Nuk e kam marrë, thëmë. Pse, nuk jeni pensionist ju? Nuk merrni pension? Jo, s'kam shko me marrë, ja kisë jam Pa e pensionist. di që ka dalë bonusi apo? Pa e di. Do të shkosh ta marrësh. Po të kishë, pesaj gjatë. Mos harron momentin pasaj kur të votosh. Ne kena marrë kari, Di. Shiko këtu, kina. unë nuk kam da me në nutë. Pak sa. Jo i qimje, edhe milionës se ja votë këtu në atit logatit gjatë. Nuk jep, pse po jep ngre pensionë, po jep time herë pas here, ju dha para 2 muaj, ju dha prapë. A është mashtrusi me modh që ka pa të kjo tokë, Shqipnia. Pse ai po mundohet, më kaq. A i më no, po të mbëllë. Ajo bëllë më ja. Pa jep pensioni, ai jep pensioni, ju thoni që është Ajo është pederas për burja, stop. Ajo është makisin të vërhoqë. Nuk ishte verhot, pse ka arbitrasin shumë të verhot. Shok, si është puna këtu? Tani ishte një kurs për piano, Po sa të histori. ti e ke pa filmin Apasionata? Vetëm 2-3 nota di dhe me thonë nga Apasionata dhe me thonë, dhe nuk jam dhe me thonë shumë eja se s'dukemi që aty. Po, edhe aty ishte një mësues e pione. Duke mos mu duke. Po, vazhdoni vetë, Aty ishte pyet ta tregoj historinë e pionës. Tërgo pianon Ta tregoj historinë e pionës. Vazhdoni, mbaro me piano, pastaj Po, eja. Vetëm me qetësi, Po, një minutë. Edhe prit një minutë sa ta mbari ulu aty, sa ta mbari këtë historinë e pionës se po. Edhe aty, dhe me thonë, marr kurs piano, dhe me thonë nga kjo mësusja, edhe ullëm pranë sajt se është karika afër pionës, edhe pastaj ajo ullet si për meje, ashtu si që ishën veshur dhe bëjmë dashuri me njëri tjetrin. Dhe ki ishte, dhe me thonë, edhe para të thash largohu se do të tregoj një histori erotike. Edhe tani bëjmë dashuri ngjitet si për meje dhe mi tregon notat se si bëhet muzika, kur është laja, kur është doja, kur është faja. Dhe kështu që pas një jave që edhe mësoja pianon dhe bënim dashuri, arrita që të bëj Mozartin, Beethovenin, Chopinin, dhe kështu që jam jo do kushdo, dhe me thonë, në piano. Por duhet patur parasysh që kur diq kryepeskopi Janullatës, ditën që erdhi nga Greqia në katedrale, unë ndodha aty, ishte ora 4 i marzites, dhe aty dhe me thonë ishte një turm që ishte me grek dhe tjetra ishin qytetarë tanë dhe me thonë, unë kalova te greket aty dhe po prisim trupin e pajet të kryepeσκopit Janullatës dhe aty dhe me thonë të delegacionit grek ishte një greke, një 22-23 vjeqe që u përmallua nga ki momenti i trisht dhe mu afrua dhe me thonë e pështeti kokën mbi supin tim dhe pastaj aty ku është selia partisë Ros, partisë socialiste, e mora dhe me thonë që ta eqi nga ajo turme bezdishme që kishte për të e papërballueshme dhe shku me bëm dashuri aty te Partia Socialiste, aty te selia Partisë Socialiste, aty te Cepi, edhe kështu që edhe ajo u qetësua dhe unë ndjeva një kënaqësi me një greke, pasi si që dini kam patur shumë marrëdhënie të tilla me greke. Dhe ki dhe me thonë ishte, ju zotri mund ta tregoni një histori personale me ushtrina, me shkollën. Ja, sa të mbaroj. Unë nuk e kam me ushtrinë nacionale greke, unë e kam me gjithë emigrantët, çfarë i ka bo ushtria greke kur ka qenë operacioni fshjesa shqiptarëve në
Greqi. Do ke fillu në vitet 90, do ke fillu nga Kapshtica, nga malet e Kapshticës, duke fut dërin në fushat e Follorinës, duke shku në morë destinacionin për në Selanik, apo duke shku për në Lamia, për në Kreta, për Kalamata, për në Volja, du t'i pysim gjithë emigrantët, çfarë keni pësu nga ushtria greke edhe nga policia greke në vitet 90, 91, apo 92, kur ka qenë operacioni fshjeza në 90. Edhe ky Janolatos, si thoni ju, ky ka emrin Jano, pa ja kanë kthy Janolatos o kthy prift, duke bajt gjënove të emigrantët shqiptar. Unë i të lutëm Shqipërisë, nuk e duam një kriminal edhe një diktator që ka qenë në Greqi, si të mas prifti Janolatos, sepse prifti Janolatos ka qenë kriminal që urdhërit e ushtrin nacional qërimtare greke duke marrë me shqiptarët emigrantët kur shkoshën për të punu në malet e Greqis, apo në Greqi, në përfushat e Follorinës, operacioni fshjesa. Janolatos ka qenë kryepiskopi i Tiranës, i Durrësit dhe i gjithë Shqipërisë. Let ketë qenë kujtë ke qenë, ai ka qenë ai urnojta në Greqi, nuk urdhojta në Shqipëri, se po t'ishe kraun e Shqipërisë, majte kraun e shqiptarëve, nuk majte kraun e grekëve, cili shkiten flamurin shqiptar, a do të shkitet flamurin shqiptar në Greqi, as njëherë më botë. Po neve, ja kena shkit flamurin Greqis, as njëherë më botë. Ne kena respektu Greqin, kurse Greqia s'na ka respektu Shqipërinë. Pa i kanë bërë tortura shqiptarët, emigrantët shqiptarë, cili kanë shku me punu atje, për bukën e gojës, sidomos edhe padronët grek, janë morë keq fare me punëtorët shqiptarë, për djersën e ballit, kur ata i kanë torturuar, i kanë rraf, duke a ju kujtot, a i shqiptarit se morën, i futë... Ju meshin dhe dhramit. Ja meshin dhe dhramit, po kur i... Pritë se ka diçka interesante. Mendoj unë se Anolatosi në fjalë, a me veja kamrës, Ajo është. i që Se dorë, mbaj unë se është aparati. kam alergji nga meshkujt, Ja, se ndryshe fikët. mbaje. Anolatosi ju ka ndryshu emrat e mbi emrat. A i po të doj poplin, nuk ka të ndryshoj emër e mbi emër. Edhe unë tani dua që ti bëj thirrje Edi Ramës, që të japi shpërblime, edhe të këtyre invalidëve, të varfërve që kanë nevojë, se ta marrin vetëm këto. Jo afër marti se kam alergji. Jenë plon. Edhe se ta marrin këto pensionistët këtë shpërblimin, ta marrin dhe invalidët. E drejt. Ashtë e barabar. Edi Rama, unë të kam vlla, unë të kam shok, unë të kam mik, mendo dhe për invalidët. Si mendon për pensionistët. Të falenderon Sara, vota shkon për ty Edi. E sa më shpet mbretëri. Kush është kjo Sara? Sara jam unë. Mendova që i the përshëndetin nga Sara, mendova që. Jam Sara. Edhe tani